propozim deklaratën e pavarësisë. Ftoj të gjithë të qëndrojnë në kom. Deputet. Inderuari Zoti Kryetari i Kuvendit, inderuari President, të nderuar deputet, të nderuar mysafir, nderuara familje Jashari, të nderuar familje Rugova, faleminderit Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Respekt. Tani, me lejoni që duke ndjerë rrahjet e zemrës së të gjyshërve tanë, në veshët tonë, unë me nderin dhe privilegjin me të madhë, do të lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Deklaratë për pavarësinë e Kosovës. Të mbledhur në mbledhjet e jashtëzakonshme me 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Duke ju përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj, të zotuar për të përballur me trashëgimin e dhëmshme të së kaluarës së afërt dhe në frymë të pajtimit dhe të faljes, të përkushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit dhe respektimit të diversitetit të popullit tonë, duke reafirmuar dëshirën tonë për të integruar plotësisht në familjen euroatlantike të demokracive, duke vërejtur se Kosova është një rast i veçantë që del nga shpërberja jo konsensuale e Jugosllavisë dhe nuk është procedant për cilën do situatë tjetër. Duke rikujtuar vitet e konfliktit dhe dhunës në Kosovë, që shqetësuan ndërgjegjen e të gjithë popujve të civilizuar. Duke qenë mirënjohës që gjithë botës që ndërhyri me 1999, duke hequr në këtë mënyrë qeverisjen e Beogradit mbi Kosovën, dhe duke vendosur Kosovën nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara, duke qenë krenar që Kosova që atëherë ka zhvilluar institucione funksionale shumë etnike të demokracisë që shprehin lirisht vullnetin e qytetarëve tanë. Duke rikujtuar vitet e negociatave të sponsorizuara nga ndërkombëtarët ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës mbi çështjen e statusit tonë të ardhshëm politik, duke shprehur keqardhje që nuk u arrit asnjë rezultat i pranueshëm për të dyja palët përkundër angazhimit të mirëfill të udhëheqjes kosovare dhe rolit të rëndësishëm ndërkombëtar. Duke rikonfirmuar se rekomandimet e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara presidentit Mahdi Ahtisari të ofrojnë Kosovës një kornizë gjithëpërfshirëse për zhvillimin e saj të ardhshëm, janë në nivell me standardet më të larta evropiane për të drejtat e njerëzit dhe qeverisjen e mirë. Duke qenë të vendosur që të shohim statusin tonë të zgjidhur në mënyrë që të jepet popullit tonë qartësi për të ardhmen dhe të shkohet për te konflikteve të së kaluarës dhe të realizohet potenciali plot demokratik i shoqërisë sonë. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bën sakrifica të mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.